tak dera, thot o Hasan, dil këshire kush të dera. Kur del të dera, thot o bab, një fukara, thot mere që këtë shekën e pia. Gruja i vet, qika e Rasulullah, thot o Ali, po fëmit mërë shka kanë me hongër, s'kina kur të gjotë të shpia. Thot e pia sadaka. Ja dha Hasanit, fjallën e ka të shpia buri, nuk folin kret, fol njoni, e pia, u kri, ja dha. Nuk shkoj 5 minuta, 10 minuta, tak dera. Dil tha Hasan qire. Kur dul me dal me këship, Ebu Hurajra tha o bab po të thirr, një shok i pejgamberit alayhis salam. Tha urdhno Ebu Hurajra, tha që këto 9 shega janë hisja jote, tha o Ali. Tha o Ebu Hurajra, tha s'munët fjala e Zotit të jetë gabim. Fjala e Zotit tha 11, ku e ki 10, tha. Valla tha s'ku hongër që sa ditë kur gjon tha e kum shek për vetë. Bere tha dhe atë, unë ta jap tije. Fjala e Zotit është hak, e pe një kime mor 10, nuk ko mu paksu molli i një njerit, një robit, kura jep sadaka. Mini herë, pak mu ngushtu, thire thot kamerën, thire mediumin, unë jam shumë gusht, hajde një momni. Për para kanë vujt për buk, kur kush se kanë grejt dorën me thonë s'kam me hangër. Ta shka po lipin, buka, jo valla, kur kush po lip buk, minjerë po dhët, thirni ato shëqatët, du banes. Mini herë më banes, mini herë e gatë matë madhën. Atë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, xhamati dashur, në këto minuta shumë të shkurta para se të thirrë ezani i xumas, e ka përcjellë Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam nëpërmjet njërit prej sahabeve që e ka emrin Abu Kabsha al-Anmari radiyallahu ta'ala anhu, thotë kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: është mirë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ban beje për diçka, t'ja japni vëmendjen se është shumë punë e madhe. Edhe pse nga goja Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam asnjëherë nuk ka dalë jashtë se hak, ashtu si e ka thonë vet, ka thonë uktub, e ka kap gjuhën e vet, ka thonë shkruaj, atij shokit vet, sahabijës, ka thonë shkruaj se nga goja ime nuk del jashtë se hak. Asnjëherë nuk ka dalë nga goja e Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam jashtë se e vërtet. Edhe hajgare, por e vërtet, jo parena hiç, po e pastërt, e kullume, e vërtet. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nuk flet nga hamendja e vet Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallami, por flet nga ajo që mëson dhe inspiron i madhi Zot xhalla xhelaluhu. Tha Abu Kabsha al-Anmari, tha ndëgjova Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala alaihi wasallam duke thonë: thalathatun uqsimu alejhin. Tha për 3 gjona po ju bëj beje, se janë shumë të mëdhoja. 3 gjona janë shumë të mëdhoja, që do me thonë kuptoni o njerëz se këto 3 gjona janë shumë të mëdhoja edhe në këtë dunja, po janë edhe të mëdhoja në ditën e kiametit. Janë me rëndësi në këtë dunja, po janë me rëndësi edhe në ditën e kiametit. Të lidhin jetën tonë dhe kësaj dunjaje dhe jetën që s'ka fund atje. Jetën e kësaj dunjaje që është në përfundim me vdekje dhe jetën e amshushme që s'ka vdekje. Në jetën familjare këtu, jetën familjare atje, jetën individuale këtu, jetën individuale atje. Këtë sferat e jetës insanit i ka plon. Çfarë janë ato, tha ja Rasulullah? Tha e para, tha ma naqasa malu abdin min sadaqa. Tha asnjëherë të jeni të bindshëm. Është betu Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, asnjëherë tha mos lujet vere pozicion shejtanit, luje me trunin e insanit, me menën e muslimanit, me zemrën, me shpirtin e vet, edhe të mashtrohet të jo se kjo pela është ashtu, nuk është ashtu. U ka përbetu Muhammed Mustafa, tha ma naqasa malu abdin min sadaqa. Asnjëherë nuk ka mu paksu malli i një njerit, një robit, kur ai jep sadaka. Subhanallah. Sadakaja e shim hidhrimin e Allahut, tha Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahu është hidhrum, ki bo në gjuna, tu ka hidhnu Allahu. E ki pa vetën që ki bo gjuna, shka dush me bo? Me largu hidhrimin e Allahut, shko jep sadaka. Gëzoj e një jetim, gëzoj e një fukara, që e një një tëre kubik drun tash në këtë ftoftin e maf, ku nalët e rima nga zullum qartë. Qoja ti, 2 kubik drun, bleje dhe qoja, po mos ja qo me kamer, mos ja qo me Facebook, as me Instagram,
as me lavdrat, as me kallëzue se unë i qova. Qoja gëzoje studentin, paguja seminarin shkollor. Ta dish se kur s'ka më të paksu pasuria. Edhe ki me largu i dhrimin Allahut, edhe ki me knaq Zotin, edhe me laqet do të shoqërojnë në mbrojtjen tonë dhe prej belave. Sadakaja e run njerin prej belajës. E ki pas të dalë të dera me thi komën, hop të zu komën, u kape për atë hekrin, valla shpëtove se u kapa jo. Nuk shpëtove se u kape për hekrin, po shpëtoj sadakaja. Ki pas me dalë 2 minuta ma vonë, e ki haru telefonin të shpia. Tu e këthi, tu e marë telefonin veç kur ta shonë, dum, një ndeshje u ka bo. Po unë e be pata me konë qatë autobus, unë e be pata me konë qatë taksi, unë e be pata me hipin kërë, unë e be pata me shku me bicikl. Shka u bo? U bo sadakaja dul për para. Edhe sadakaja të kthejti, ta boni që telefonin të harësh, dokumentin të harësh, letër njoftimin të harësh e kështu me radhë, shpëtoj sadakaja. Ama pasuria që na, shejtani na trishton neve, edhe na thënë gjithmon, Allahu e garantoj, tha, inne me shejtanu, tha, me të vërtet, shejtani ju trishton juve me fukarallak. Gjithmon thot, kur shtrohet një hasër, kur bëhet një akcion human, edhe thot, a belenën e t'japin ato që ka, shka ki me dhon ti, shka ki me dhon ti, po shka lip ti me dhon, shko jep se qa ti ka me të shtu pasuria, apo do pasuria me të rritë për 10%, të garantum, jo me projektin bankor, jo me projektin e kreditit, jo me projektin e biznisit, me atë që ti ki me lidh shmërien e kontaktin me Allahun Gjellëshanuhu, tha el hasenatu bi ashri amthaliha, kush e ban nja, Allah ja këthen 10. Allah ja shkruan 10, Allah ja jep 10. Një dit prej ditve të dashur xhamatli, Aliu radiallahu ta'ala anhu, esni për para që këtë safin, mushni se ka xhamat mas. Aliu radiallahu ta'ala anhu po e pyet Fatimën, bijen e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. I thotoj Fatime, thot çka kina për me hangër, thot o Ali, o burien, nuk ka thot veç një shek. Subhanallah, veç një shek në shtëpinë e Hazreti Aliut. Na kur i ndëgjojmë sahabët e pejgamberit alayhis salam, mendojmë se pelles se çka kanë pasur. Jo more, ato e kanë kënaqur Allahin me pak. Nuk e kanë knaqë Allahin me miliarda, po me qatë qka e ka pas, e ka qu jetën e vetë, ta fitoj e rizan e Zotit. Tak, dera, thot o Hasan, dil këshire kushot e dera, kur del të dera, thot o bab, një fukara, thot mere që këtë shekën e pja. Gruja i vetë, qika e Rasulullah, thot o Ali, po fmit mërë shka kanë me hongër, s'kina kur të gjotë të shpia, thot e pja sadaka, ja dha Hasani. Fjallën e ka të shpia buri, nuk folin kret, fol njoni, e pja, u kri, ja dha. Nuk shkoj 5 minuta, 10 minuta, tak, dera. Dikë tha Hasan këshire. Kur dull me dal me këshir, Ebu Hurajra tha o bab po të thirë, një shok i pejgamberit a.s. Tha urna Ebu Hurajra, tha që këto 9 shega janë hisja jote, tha o Ali. Tha o Ebu Hurajra, tha s'munët fjale e Zotit të jetë gabim. Fjale e Zotit tha një me 10, ku e ki 10-ën, tha. Valla tha s'kum hangër që sa dit kur gjohën, tha e kum shej për veti. Bere tha dhe atë, unë e ta jap tije. Fjale e Zotit është hak, e pe një, ki me e morë 10, ndoshta edhe pas kej edhe pa kufi. E para, e dita, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala dhulime abdun madhlemeten, fa sabara alejha illa zadehu Allahu izzan. Tha dhe njëherë ban vaki, dhe një robi Allahit i sinqert. Tha i qitët ati një padreci, i qitët një biftan, i qitët një zullum, i bëhët një sen që aj nuk e ka bon, ja qesin një iftira, ja ngarkojnë një zullum, e shkelin, e maltretojnë. Tha edhe aj ban sabër, që nëjni divija për funi, duhet me bo sabër, jo më uquemi njerë me bo skandalin e me i bo 100 milion malverzime, duhet me bo sabër. Ata ka bo një padreci, lenja Allahit. Lenja Rabbul Aleminit se Allahu nuk fle, edhe nuk i takon Allahut me flet, ashtu si tha Rasulullah, inna Allah la yanam, wa la yanbaghi lahu an yanam. Allahu tha nuk fle, edhe nuk i takon Allahut tha me flet. Allahu nuk fle i shek ketë senet, e shek bubrecin e zi, në natën e zes të ert, bi gurin e zi dhe janin hapat e hecmes të bubrecit të zi. Kur Allahu e shif ka bubrecin e zi, a nuk e shehat që ka të ka bo padreci. Ka njerëzi sot u shivatin,
Knoqën me qit iftiraja, biftana. Filoni e kish bon kështu filoni. Edhe ajo fjalë lëven edhe të vret tije. Çka duhet me bo? Minen me shku mu përloj. Jo, ban sabër edhe thuj, o Allah, i cili e sheh bubrecin e zi, mbi gurin e zi në natën e ertë të zezë. O Allah, ta kumlon që ketë zivin, që ketë njerin me zemër të zi, ta kumlon ti o Allah. Ti o Allah e pastron punën e këti. Qish du shban ti, që ketë moment në vend një garancë. Prej Muhammed Mustafa stot, illa zadehu Allahu izza. Thot vetëm se Allahu ka me ngrit këtë njeri, ka me ngrit këtë rob dhe ka me bo krenar. Sa dojnë që i qitën pejgamberit a.s. biftan, sa dojnë që i panën pejgamberit a.s. zullum, sa dojnë Allahu e boni që të jetë aj maj madhi. A e kini lexu në surën Jusuf se si vlezërit e vetë i banën padrejtësi dhe gjytën në bunar, i banën zullum, e nxerën nga bunari dhe shitën në treg si rob. Por Allahu kur e pa sabrin e këtij e buni ministër të ekonomisë, e buni faktor për me ne shtetin kom të veta. Jo sën sigur këto ministrat hajduç që janë shtash, por ministër i cili kur e merr ministrien e merr me emanet dhe është në shërbim të popullit. Allahu e ngrit atë i cili ban sabër, ama kushti është të boje sabër dhe t'ja loja Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe e treta të ndëruar vëzër tha, wala fataha abdun babe mes'eletin, illa fataha Allahu alejhi babe faqr. Tha e që nuk ban vaki, që njoni prej robëve të Allahut, një njeri, tha t'ja qele vetës vetë derën e kërkesës, derën e lipmës, të bëhet lips, pa nevoj të kërkoje nga njerëzit, vetëm se Allahu tha ka me aqel që këti njerit derën e fukarallëkit. Kur ajsën ka mu bot domaçin, kur ajsën ka me menagju jetën familjare, kur ajsën ka me dalë në krijet mujit, gjithmon ka me verglat, në gjuhën e poplit, ka me verglat, vër, ka 10 ditë e fundit të mujit teri sa t'i vere roga, verglat nuk del problem me faturën, del problem me atë, del problem me këtë, se kërkon pa nevoj, kërkon pa pas hiq nevoj e zgat dorën të njerëzit. Kjo pik u ka shtu me të madhe kohrave të fundit. Mini herë, pak mu ngushtu, thire thot kamerën, thire mediumin, unë jam shumë ngusht, hajde një momni. Për para kanë vujt për buk, kur kush se kanë grejt dorën me thonë s'kam me hangër. Ta shka po lipin, buka, jo valla, kur kush po lip buk, minjerë po thot, thirni Halil Kastratin. Subhanallah, thirni Halil Kastratin, thirni dorën e mëshirës, thirni atë zarfin e gurbeqarve, thirni atë shëqatët, du banes. Minë herën banes, minë herë do atë matë madhën, kur një herë nuk du njoni me thonë, unë e kam punën ngush se sën jam t'ja pagu shkollimin fëmijëve. Nuk du. Këtë po lipin shpijën të më ndreqish, këtë po lipin banesën të më dhurësh, këtë po lipin pare. Nërësh për u dhe thot për i zotit pak sadaka, pse jam i unë, hajde thëmë të tabli një sandwich, haja që këtu një sandwich, tabli një hamburger, jo thot pare duhe. E kitë tanë jetën të semaforat ka menet, tanë jetën gjamave të kerit ka me mshu, bëjni gajret sadaka, tanë jetën të derat gjamiës ka menet, bëjni gajret sadaka, pse? Se ki nuk e ka që ka nevojt lipe, po ki e ka shëndru në biznis, e ka shëndru në biznis, la ilaha illallah, e garantume prej Allahut në përmet interpretimit të Muhammedit a.s. Kush ka me zgat dorën, kush ka me zgat dorën, ka me lip, dishka shka, nuk e ka nevoj, Allahu ka me aqel derën e fukar Allahkit, kur kjo derësën ka me mshel, kur mshelet, kur ta nale kit lipmën, kur ta përvele krahat, edhe dalet punoje qështu si duhet me punu muslimani. Hazreti Omeri, radiallahu ta'ala anhu, i pa ja dy djem të gjamia ishin tunet. Tha, ma balukuma, qfa është halli juf? Tha, na tha jemi fukara, kemi artu në gjami, edhe tha presim me në animu. Hazreti Omeri e mur shkopin, se hecke me shkop, edhe im shek akonve. Kuma, tha quni, fa inne sema e latum të ru dheheba,
Quni tha punoni marrë, tha ju koft. Quni punoni tha se ari nga qielli nuk zbret. Nga qielli beshka uj. Uj i zbret tokë, ti e punon tokën, toka ta e bereqetin fiton pare. Duhet me punu muslimani. Dora që jep është më e mirë, thas Resulullah sallallahu alaihi wasallam, se dora që ka lip. Gjithmonë banu prej ative që japin, mos u ban prej ative që marrin. Gjithmonë ti puno, ti prodho, ti kërko, ti ban sene, arritje fetare, shkencëtare, të punës, të ekonomisë, finansave, bëho që ti të nimësh e mos u ban prej ative që të pritish dikush me dhonë. A ka mundësi mu sprovu? Ka mundësi mu sprovu, por ti mos lip. Më shtetu Allahu Gjelleshanuhu ve Gjelle Gjelalu. Bani sebepet, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lau tawakkaltum ala Allahi haqqa tawakkuli. Tha me konë që ju i bëjni ketë sebepet, edhe mbështetni të Allahu, qashtu si i ka hije, le razaqakum kama yarzuqut tayr. Tha Allahu komi ju dhoni juve me hongër me pi, komi ju dhon rësk, ashtu si jep shpendve. Dalin tha të unt në sabah, kthejen të ngopun, kthejen me ushqimin që ja ka da Allahu në mbrambje. Edhe juve tha, mbështetuni të Allahu dhe punoni. O xhamat, puna. O xhamat, puna. Nuk po tham puna farz e namozi së kur gjo. Ajo farz, kjo farz. Por pun, pa pun nuk ka selamet. E me zgat dorën është puna ma e lehtë, për të Allahu i e hiç kur gjo. Për me konë dikush të Allahu, duesh me punu, me fitu atë çka ta jep Allahu dhe pastaj prej asaj që të ka dhonë ti me dhonë. Ne lusim Allahun Xheleshanu, rinien tonë në Islam të udhëzon. Pleqve tonë të jep ymër gjatë, shëndet të plot. Të smuntit në për spitale, Zotit i shëron. Të burgosurit pafajshëm, Allahu t'i liron. Ata që janë të idhrum me zvete, Zotit i pajton. Ata që janë në gurbet, kanë shku larg në familje, Allahu nga e keqe t'i mbron, dhe ata me rëzk halal t'i furnizon. Ne lusim Allahun Xheleshanu, frimarjen e fundit nga kjo dunja ta themi me fjalën më të dashur, më të amël, më të kompletum. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Nasib na i ban. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullaha li wa lakum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة.